Në fshatin Halilaj, në njësinë administrative Bubullim është ndërhyrë për asfaltimin e rrugëve të brendshme, një investim i shumë pritur nga banorët e zonës. Gjatë punimeve, kantieri u vizitua dhe nga kryetarja e Bashkisë së Lushnjës Eriselda Sefa, e cila përshëndeti dhe bashkëbisedoi banorët e fshatit për nevojat dhe problematikat e zonës. Kryebashkiakja u shpreh se ishte e lumtur që infrastruktura rurale në këtë zonë ka marrë tashmë një pamje krejt tjetër. Jam vërtet e lumtur që sot e gjeta këtë zonë ndryshe, me një pamje të re të infrastrukturës rurale. E di që ka ende nevoja në disa zona, por përpara kemi një program të ngjeshur ndërhyrjesh për rehabilitimin e segmenteve problematike, u shpreh ajo. Sipas saj, bashkia do të vijojë investimet hap pas hapi në përputhje me hapësirat buxhetore dhe programin e investimeve të miratuara në Këshillin Bashkiak të Lushnjës, me qëllim që projekte të tilla të shtrihen në çdo pjesë të territorit. Banorët e zonës e kanë vlerësuar këtë ndërhyrje si një lehtësim për lëvizjen dhe për zhvillimin e jetës ekonomike në fshat.